besojnë dhe ndjekin rrugën e fesë islame. Të ndruar pjesëmarrës, që të gjithë juve ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Duke lutur Allahun gjithfuqishëm që rahmeti dhe mirësia e tij të jetë prezent në mesin tonë, mesin e familjeve tona dhe në mesin e gjithë besimtarëve kudo që janë ata. Unë tash i jap fjalën Nejmedin Efendi Maksutit, kryetar Komisionit Kryesor të Zgjedhjeve, për urdhërimin. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar anëtarë të trupit zgjedhor, kam derën dhe kënaqësinë që përshëndes në emër të Komisionit Kryesor të Zgjedhjeve të Bashkisë Islame të Kosovës dhe në emrin tim personal, duke ju dëshiruar punë të mbarë dhe të suksesshme. Kryesia e Bashkisë Islame e Republikës së Kosovës, pas shpalljes së zgjedhjeve të tetorit 2018, emëroi edhe Komisionin Kryesor të Zgjedhjeve konform nenit 67 të Kushtetutës së Bashkisë Islame të Kosovës. Komisioni Kryesor i Zgjedhjeve ka përcjellë tërë aktivitetin e zhvilluar nga subjektet e Bashkisë Islame, përkatësi me zgjedhjen e anëtarit për kuvend dhe propozimin për kandidatët e mundshëm për kryetar. Ky proces është zhvilluar në harmoni të plotë me Kushtetutën dhe akte tjera normative të Bashkisë Islame. Për më tepër, Komisionit nuk i është paraqitur as edhe një vërejtje apo ankesë lidhur me mbarvajtjen e këtij procesi. Kjo vetveti tregon për unitetin dhe harmoninë, si dhe për nivelin e lartë të përgjegjësisë që kanë në punësit e Bashkisë Islame gjithandej Republikës të Kosovës. Kandidatët për kryetari kanë paraqitur Komisionit elaboratet e tyre për organizimin e punës së tyre 5 vjeçare, të protokolluara me numrin rëndor 1422/18 dhe 1428/18 të datës 24/10/2018. E të cilët ky komision i ka vlerësuar lart dhe i përmbushin kriteret e parapara sipas hartimit që janë bërë. Në emër të komisionit para jush konfirmoj se kandidatët e propozuar nga subjektet më të drejtë propozimi dhe që i kanë plotësuar kushtet e parapara me Kushtetutën e Bashkisë Islame të Republikës të Kosovës, të nenit 48/1 dhe 48.5, janë Najme Efendi Tërnava, kryetari deri tani i kryesisë, si dhe kandidati tjetër Reshat Efendi Megjiti, ish antari i kryesisë. Prandaj sipas Kushtetutës dhe akteve tjera normative të Bashkisë Islame, të dy kandidatët e propozuar i plotësojnë në plotëni kushtet dhe kriteret e parapara. Prandaj, meq nuk ka ndonjë pengesë eventuale, e ftoj kryetarin e Kuvendit të Bashkisë Islame të Republikës të Kosovës që të procedoj me tutje me mbledhjen, ndërka që ju falenderoj dhe mirë. Asalamu alaikum. Pas numërimit të votave, më lejoni të shpalli rezultatin e numërimit të votave. Në votim kanë marrë pjesë gjithsejt 60 anëtar të trupit zgjedhor. Maksimalisht, do më thonë, trupit zgjedhor ka votuar 100%. Janë të paraparë 60 kanë qenë pjesëmarrës, 60 kanë votuar. Prej tyre, 2 fletë votime janë të pavlefshme. Nga 58 të tjera të ngelura, 52 vota janë për Naim Efendi Tërnavën, 6 janë për Haxhi Reshat Efendi Megjitin. Prandaj fjalën ja kaloj kryetarit. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar anëtar, në bazë të rezultateve shpall zgjedhjen kryetarit të ri të Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, Naim Efendi Tërnava. Mufti, urnoj jap fjalën juve. Urime dhe inshallah Allah e na ndihmon për punë mira. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, mëshirëplotit. I nderuari kryetari Kuvendit të Bashkisë Islame të Kosovës, Zotri Ajni Sinani, i nderuari nën kryetari Kuvendit, Zotri Agim Hyseni, të nderuar antar të Kuvendit të Bashkisë Islame, ju kryetar të këshillave të bashkive islame, ju përfaqësues të institucioneve të Fakultetit Studimeve Islame, dekani, drejtori edhe drejtori i medreses, të nderuar bashkëpunëtor, i nderuari kryetar i Komisionit Qendror Zgjedhor, të nderuar ju të pranishëm, më lejoni që t'ju drejtohem
me një fjalë rast. Sot, trupi zgjedhor i Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës më dha mandatin për të udhëhequr sërish me institucionin fetar më të madh në vend. Ky besim dhe kjo mbështetje më japin forcë dhe kuraj për të kryer detyrat dhe obligimet me përgjegjësinë më të madhe. E dini, në rrugtimin ton institucional kemi kaluar nëpër periudha të vështira dhe jemi ballafaquar me probleme nga më të ndryshmet, por bashk ja kemi dalë. Sepse kështu do Zoti dhe kështu na urdhëron Zoti në Kur'an, kur ai thot: "Estaizu billah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Dhe kapuni që të gjithë ju për litarin, fen dhe Kur'anin e Allahut dhe mos u përçani. Bashkimi dhe uniteti janë jo vetëm objektiva të kësaj feje dhe imazhe të gjalla të saj. Feja na urdhëron që të bashkohemi të gjithë derisa të shkrihemi në një trup, që të ndajmë momentet e gëzimit dhe hidhërimit bashkarisht. Andaj ju ftoj që të vazhdojmë me këtë unitet dhe ta kultivojmë atë, që të jemi shembull edhe për të tjerët. Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës nuk është thjesht një institucion fetar. Kontributi i saj përfshin gamë të gjërë aktivitetesh arsimore, kombëtare, shtetërore. Institucionet fetare dhe arsimore të Bashkësisë Islame me theks të veçantë Medreseja Mes Malaudin kanë shërbyer për dekada për aktivitete të rëndësishme arsimore, politike e humanitare. Kështu, edhe do të vazhdojmë sepse ne jemi të popullit dhe populli është i yni, andaj do të jemi gjithnjë në shërbim të tyre. Bashkësia Islame edhe tani në këtë periudhë tranzicionit të formimit të shtetit dhe të institucioneve të saj, po jep kontributin e vet. Nuk janë të pakta dhe të lehta problemet me të cilat jemi ballafaquar, dhe po të mos ishte ndihme e Zotit në radhë të parë dhe vendosmëria jonë në radhë të dytë, gjërat do të ishin shumë më keq. Ne kemi qenë pengesë e pakalueshme për shumë veprimtari e veprimtar dashakeq të Kosovës dhe popullit të saj. Dashurinë për këtë vend nuk mund të na blej askush, për asnjë çmim. Fen dhe kombin i kemi gjërat më të shtrenjta që nuk i shesin. Këtë e kemi bërë, e bëjmë dhe do ta bëjmë në vazhdimsi, që të dëshmohet për kushtimi ynë i përjetshëm për popullin dhe vendin ton. Por, pavarësisht kësaj, lejoni të them me keqardhje se Bashkësia Islame nuk ka gëzuar vendin dhe pozitën që meriton. Tani kur po bëhen 2 dekada nga përfundimi i luftës, Bashkësia Islame ende nuk e ka të rregulluar pozitën juridike dhe ende nuk e ka të zgjidhur çështjen financiare të punëtorëve të saj. Tani kur po flas, para syve kam gjithë ata punëtorë që përkundër punës që bëjnë nuk gëzojnë të mira materiale të mjaftueshme. Ata janë qytetarë të këtij vendi, janë taksapagues të këtij vendi, kanë dhënë shumë çka për këtë vend. Andaj edhe ata kanë hise në këtë vend. Në Kosovë ende vazhdojnë të shkelen të drejtat fetare. Vajza e grave me mbulesë ende ju mohohet e drejta për punësim dinjitoz nëpër institucionet e vendit, edhe pse kushtetuta e vendit u garanton këtë të drejtë. Nga këtu i bëj thirrje institucioneve tona që sa më parë të rregullojnë statusin juridik të bashkësive tona fetare, të garantojnë lirinë e manifestimit publik të besimit tonë, si dhe të ndajnë fond të përhershëm për financimin e institucioneve tona. Një nga problemet me të cilin jemi identifikuar në dekadën e dytë të këtij shekulli është edhe radikalizimi dhe pjesëmarrja e disa të rinjve tanë në luftra jashtë vendit, për të cilat që në fillim jemi deklaruar se nuk janë luftrat tona, nuk kanë të përbashkët asgjë me ne dhe me të vërtetat fetare. Qëndrimi ynë karshi ekstremizmit nuk është reagim emocional, por është reagim parimor. Islami, fe e paqes, tolerancës, mëshirës, nuk ka të bëjë asgjë me këto veprime të këqija, sa do që kryesit të tyre të thirrën në të. Ne jemi përgjigjur pozitivisht dhe aktivisht çdo nisme shtetërore dhe shoqërore
për të luftuar ekstremizmin dhe çdo dukuri tjetër negative në vend. Tani jemi duke bashkëpunuar me organet e drejtësisë për të bërë deradikalizimin në përburgje. Konsideroj se ky bashkëpunim i ynë duhet të uloj dhe të ngritet në nivelet më të larta, sepse duke institucionalizuar veprimtarinë fetare dhe duke ofruar edukim fetar në përshkolla, ne shmangim shumë dukuri. Kam frikë se konsumimi i lëndëve narkotike në vitet që vijnë do të jetë problemi më i madh me të cilin do të ballafaqohemi si shoqëri. Kështu, bashkë do të parandalonim shumë të këqija. Ne jemi popull i vogël, rininë e kemi resursin dhe asetin më të rëndësishëm. Andaj nëse humbasim atë, kemi humbur të gjithë. Bashkësia Islame ka raporte të shkëlqyera misione fetare në rajon. Bashkërisht kemi realizuar projekte të rëndësishme akademike, kulturore e shoqërore. Kemi punuar dhe jemi zotuar të punojmë në të mirë të gjithëve. Ndaj të nderuar efendiler, për në fund, lejoni që t'ju falenderoj shumë për besimin që më keni dhënë. Ndaj para juve zotohem se do t'i shërbej Bashkisë Islame me besnikërinë dhe përkushtimin më të madh. Do të angazhohem për të realizuar të drejtësit që na takojnë si komunitet fetar dhe si institucion. Do të punoj për të krijuar infrastrukturën e nevojshme për veprimtarinë fetare. Do të angazhohem në ruajtjen dhe kultivimin e tolerancës ndërfetare ndër ne si vlerë e popullit tonë. Do të angazhohem në ruajtjen e rinisë tonë nga doktrinat ekstreme. Do të vazhdojmë me përkushtimin tonë për të qenë në shërbim të fesë dhe vatanit tonë. Edhe një herë, ju falenderoj shumë për besimin që më keni dhënë. Kam nevojë për ndihmën, këshillat, sugjerimet dhe lutjet tuaja. Zoti na ndihmoft të gjithëve. Ju falenderoj. Më lejoni që me qëllim të lehtësimit të punës, të lexoj vetëm 3-4 paragraf të rregullorës për zgjedhjen e kryetarit të kryesisë së Bashkisë Islame. Neni Neni 28.4 thot, kryetari i kryesisë ja paraqet trupit zgjedhor listën e anëtarëve të kryesisë, e cila del në votim në kuvend. Votimi bëhet haftas. Lista e anëtarëve të kryesisë përfshin të gjitha regionet e përcaktuara me kushtetutë të Bashkisë Islame. Lista e paraqitur nga Biftiu mund të votohet e tëra haptas ose edhe një nga një, për secilin anëtar veç e veç. Kryetari dhe anëtarët e kryesisë e japin betimin para trupit zgjedhor. Prandaj, unë e lus kryetarin të paraqet listën e anëtarëve të kryesisë. Dëshiroj të falenderoj të gjithë anëtarët e kryesisë së Bashkisë Islame, me të cilët punua mandatin që shkoi. E lut Zotin që ata t'i shpërblej me të mirat e tij për mundin, sakrificën, djersën e derdhur që punët të ecin bare mirë dhe kontributin që kanë dhënë në këtë drejtim. Ndaj, unë para juve të nderuar ju trupi zgjedhor, do të paraqes edhe 8 emra si propozim për anëtar të kryesisë së Bashkisë Islame të Republikës Kosovës nga 8 regione sipas kushtetutës. Nga regioni i Luginës së Preshevës kam propozuar antar të mundshëm të kryesisë së Bashkisë Islame profesorin Sulejman Fejzullahu. Nga regioni i Gjakovës, doktor Valon Myrta. Nga regioni i Gjilanit, profesor Ilmi Krasniqi. Nga regioni i Ferizajit, profesor Fehmi Mehmeti. Nga regioni i Prizrenit, Efendi profesor Reshat Efendi Mejidi. Nga regioni i Pejës, Musti Arifaj, Efendi Musti Arifaj. Nga regioni i Mitrovicës, doktor Eyup Haziri. Nga regioni i Prishtinës, profesor Ahmet Rama. Këta janë 8 emra që unë i kam paraqit, të cilët do të përbëjnë
kabinetin tim për mandatin 5 vjeçar. Do të qenë në votim mufti. Po, unë e kam paraqit këtë. Kush është për? Në rregull. Po, kundër? Ja. Atë konsiderojmë se ky kalon. Ju konsiderojmë si kalon, në rregull. Atëherë do t'i thrasim edhe anëtarët e kryesisë. Antarët e posa zgjedhën të kryesisë, ty kisha lut le të vinë që tu përpara për me dhënë betimin bashkë me kryetarin. Bismillahirrahmanirrahim. Betohem në emër të Allahut se detyrën që më është besuar do ta kryej me nder e përgjegjësi. Në punën time gjithmonë do të angazhohem në respektimin e kushtetutës së Bashkisë Islame, akteve normative dhe ligjit. Do të angazhohem me tërqenjen time që të ruaj unitetin e Bashkisë Islame, të ulemas dhe të besimtarëve tanë. Në punën time do të angazhohem për të mirën e Islamit, muslimanëve dhe udhëheut tim Kosovës. Betohem, vallahi, billahi, tallahi, walhamdulillahi rabbil alamin.